teorive të aqyja shtu konspirativa që shpesher politika e servon, sidomos politika e Ballkanit edhe Kosovës, momentet e fundit ka zakonisht edhe surpriza, por unë vazhdoj të besoj që opsionet në tavolinë aktualisht janë krejtësisht minimale, por patjetër që opcion do jetë edhe rikandidimi i Vjosa Osmanit për një mandat dytë që e kam përmend edhe në emisionet e kalume. Kjo çështja e familjes Jashari tek kësa kanë marrë proceset edhe momentumi politik për me zgjedh presidentin, gjithmonë edhe në emisionin e kalume kam thënë që ka qenë për konsum publik në përgjithësi. Shumë bukur sot zoti Murat Jashari e përmendën edhe parafolësit këto, po pjesa më e rëndësishme për të veçuar nga deklarimi ose paraqitja sot me Murat Jasharit ishte ajo pjesa kur tha që ata që e kanë marrë votën e qytetarëve dhe ata që i menaxhojnë taksat e qytetarëve kanë obligimin që ta bëjnë një zgjidhje për këtë situatë, sepse ne në momentumin aktual që jemi, po shkojmë drejt një opcioni që realisht tashmë është opcioni më real, është shkuarje në zgjedhje të reja, për shkak të qarqeve ose opinioneve ndryshme që po i kemi ditët e fundit. Megjithatë unë besoj që me këtë sot mendosh të hapur shtegu për zgjedhje të reja? Absolutisht po, për shkak që për mua në tavolinë aktualisht janë dy opsione. O rikandidohet Vjosa Osmani, o shkohet në zgjedhje të reja. Nuk do ketë ndonjë opcion tjetër për shkak që Partia Demokratike qartësisht e ka thonë që ata janë të gatshëm me përkron një kandidaturë që vjen nga familja Jashari. LDK-ja po kërkon një kandidaturë që vjen nga konsenzusi politik, ose marrëveshja politike. Aleanca nuk është ftuar në konsultimet me zotin Kurti, kështu që nga këto rrethona unë besoj që opsionet e vetme janë rikandidimi i zonjës Osmani ose opcioni më i mundshëm teoretikisht që është shkuarja në zgjedhje të reja, për shkak që koha po ecën edhe 4 marsi do të bie shpejt. Por unë jam më shumë optimist. Spektri politik është i gatshëm të shkojnë në zgjedhje të reja? Absolutisht jo, po nuk ka alternativë tjetër. E përmendëm emrin e zotit Haradinaj që shumë mirë u përmend, por nuk besoj që do të ketë një lloj uniteti brenda partive opozitare që ta kandidojnë zotin Haradinaj, përveç aleancës natyrisht partisë tij. Unë e shoh një rezervë prej Partisë Demokratike edhe prej Lidhjes Demokratike, kështu që një prononcim e posh prej një eksponentës politike të Lidhjes Demokratike që ata janë gatshëm për zgjedhje në variantin tjetër, sa i konvenon kjo partive opozitare